A ndihmon apo e penalizon bota online shitjen e librit edhe leximin e librit? E ndihmon, mirë po nëse e përdoret në mënyrë të shëndetshme. Unë përmenda qëllimisht në mënyrë të shëndetshme të përdoret. Mirë po, është shëndetshme që ti e përdor botën e medjave sociale për me i promovu fillimisht librat që kanë vlera të caktuar. Normalisht që ka me qenë më e vështirë. Po s'po flasim veç për promovimin, Eliana, po flasim për konkurrencën e drejt për drejt që që një pyetje po më intereson shumë rreth Elionit. Për shembull, dikur kemi funksionu vetëm me libra. Tash ka fillu edhe shitja ka rëm pak në libra, sepse njerëz ndoshta po preferojnë më shumë të ndëgjojnë audiobooks. Sa ju djeg kjo juve? Nuk e dëm, shife, kjo kërkon adaptim, do me thënë kjo kërkon konvergjencë. Momentin, po e marrim edhe rastin e një emisioni, podcastit po përmenden. Për para ka qenë vetëm radio. Tash e ke një emision radiofonik e ke të transmituar në televizion. Është audioviziv. Mirë po prapë se prapë njëtë si podcast, njëtë si emision radiofonik. E njëjta ndodhë edhe me librin. Nuk është konkurencë për librin e shtypur. Do me thonë, nemi të jetu me një koku po flitet edhe... Po vetëm edhe dikur s'kanë qenë bota virtuale, këto portalet online të rrezikshme për gazetat, po gazetat përfundun edhe sot se ekzistojnë. Na pjetu të ndryshimeve. Është një farë, se dhe për para kërë kanë dollë, gazetat kanë thonë, kanë me na zvoglu mendimin, kanë me na zvoglu dijen, Po veç që kanë zvoglu, se sot lojme t'i ki me dy reshta, në gazet ki mujt me qitë një lajmë vetëm me dy reshta. I kanë zvoglu, po edhe është ndryshe. Se mendja është ma ndryshe tash se para sa kove. Për shembull një plak i para sa vjetë, a i flet ma ka dalu, kon ritmi ma ndryshe, ka kriju ritëm tjetër koha, ritëm tjetër është algoritmi tash, dhe na kemi fol ma shpejt për me na kap qaj algoritmi shpejtësisë edhe i fjallëve dhe të mendimit edhe krejt shka. Po algoritëm veç se mekanik ka qenë edhe ajo që ka plasu për shembull dikur gazeta, se ka qenë një mendimi imponum. Ajo që e kemi lexuar na aty, është bo pastaj mendimi masës, kështu që njëjtë edhe algoritmet sot po qarkullojnë mendime, perceptime, reflektime, të cilat më pas po bën shumë popullore të masës. Gjithsesi njeriu është qenie adaptive, kameleon, ndryshon me kalimin e viteve. Nëse dona me thonë, edhe libri ka qenë gojë. Unë ta kam kallzu ty një prallë se një ndodhi edhe ti nuk e ke shkruar, po i na mbledh disa veta dhe i kemi ngushat sen, edhe ajo është një falë lloj algoritme. Pra, thash algoritëm mekanik, si ai gazete, si librit, shtypit. Gojë pas gojë, do me thonë. A marim një mendim edhe artës, sepse diri tani nuk është inkuadru. Edhe vjen prej TikTokut. Sa jemi na sot manipulueshëm, të e pas parasysh që je shumë prezente në TikTok, a manipuluan njerëz nga ajo që shohin nëpër rrjetet sociale? Po, unë menoj algoritmi që edhe na bezdis, ka edhe avantajet e veta. Për shembull, në rastin tënd që e përmene për një produkt që ki dash me ble, hen këqyr dalin reviewsat mirë, ose diçka në fund del diçka që ndonjë video që nuk të konvenon ty me porosit për shembull. Tani janë del edhe keqe valla. Po në është as kom pas nevojë hiç për ta, por mbindi algoritmi. Po nevojat edhe dëshirat nuk